Dy mamat janë shoqe, dy vogëlushët janë shoqe. Ditën e sotme Kiara dhe Liesa janë e takuar me njëra tjetrën. Ato janë shoqe të ngushta ku ndajnë çdo gjë me njëra tjetrën dhe i gjenden njëra tjetrës në momentet e mira e të vështira. Ditën e sotme Kiara ka marrë dhe Lunushin me vete ku Lunush ajo ka një gëzim të madh pasi takoi të voglën e Liesës. E vogla Lunush sonte është e ftuar të shoqja e saj. Ajo shfaqet duke luajtur në një dhomë plot dhe përplot me lodra. Ato kanë një kështjellë të madhe, puzle dhe shumë lodra të tjera. Vogëlushët duket se po kënaqen shumë në shoqërinë e njëra tjetrës. Ju urojmë jetë të gjatë dy vogëlushëve e u befshin shoqe të pandara si vetë mamat e tyre. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.